Ndërsa finalja e madhe e Big Brother VIP 5 po afrohej me hapa të shpejt, tensioni në shtëpi kishte arritur kulmin. Çdo lëvizje, çdo fjalë dhe çdo marrëdhënie po analizohej me lupë, si nga banorët brenda, ashtu edhe nga publiku jashtë. Marrëdhënia mes Brikenës dhe Mateos kishte qenë një nga më të komentuarat gjatë gjithë spektaklit. Mes afrimitetit, xhelozisë, debateve dhe pajtimeve, ata kishin krijuar një histori që kishte mbajtur publikun të mbërthyer pas ekranim. Por pikërisht në momentin kur gjithçka dukej se po shkonte drejt një përfundimi të bukur, jashtë shtëpisë shpërtheu një situatë që ndryshoi totalisht narrativën. Në rrjetet sociale filluan të qarkullojnë disa foto që pretendoi se ishin të Mateos, të realizuara para hyrjes në shtëpi. Në to, ai shfaqej në një ambient shtëpie i shtrirë në krevat, gjysmë i zhveshur, ndërsa pranë tij ndodheshin 3 vajza tërheqëse të veshura me rroba banjoje. Atmosfera në foto ishte e lirshme, provokuese dhe shumë larg imazhit që ai kishte ndërtuar brenda shtëpisë. Fotot u bën virale brenda pak orësh. Komentet shpërthyen. Ky është i njëjti Mateo që bën të dashurin besnik brenda. Brikena duhet ta shohë këtë. Po luan lojmet të deri në finale, produksioni nuk reagoi menjëherë, por shurma jashtë ishte e pamundur të injorohej. Brenda shtëpisë, Brikena ishte e pavekdishme për gjithçka që po ndodhte jashtë. Ajo vazhdonte të sillej normalisht me Mateon, ndonse her pas here dukej më e rezervuar, sikur kishte një ndjesi që diçka nuk shkonte. Dhe pastaj erdhi momenti që ndryshoi gjithçka. Një pasdite e qetë u ndërpreng nga një zhurmë që vinte nga qielli. Banorët dolën në obor, duke parë lart me kureshtje. Ishte një dron. Ai fluturonte mbi shtëpi për disa sekonda, derisa ul mjaftueshëm sa për t'u lexuar mesazhin që mbante. Sypët e të gjithëve u drejtuan nga ai. Mesazhi ishte i qartë, i madh dhe i pamohueshëm. Kujdes, Mateon po të përdor për lojë. Për disa sekonda ra heshtje totale. Brikena mbeti e ngrirë, duke e parë mesazhin pa lëvizur. Fytyra i ndryshoi menjëherë. Nga konfuzioni, në mosbesim e më pas në një tension të dukshëm. Banorët filluan të flisnin njëri me tjetrin. Çfarë është kjo? Kush e dërgoi? Pse pikërisht tani? Mateo u përpoq të ruante qetësinë, duke buzëqeshur lehtë. Këto janë lojra nga jashtë, mos i merr seriozisht. Por këtë herë, Brikena nuk reagoi si zakonisht. Ajo u kthye nga ai me një vështrim krejt tjetër. Pse duhet të më thonë këtë? Mateo ngriti supet, se duan me na prish punë. Apo sepse ka diçka që unë nuk di? Ja ktheu ajo menjëherë. Atmosfera u rëndua. Banorët e tjerë u tërhoqën pak, duke i lënë hapësirë situatës që po përshkallëzohej. S'ka asgjë që nuk di, tha Mateo, tashmë më serioz. Mos u ndiko nga këto. Por dyshimi ishte mbjellë. Brikena nuk foli më. Ajo u largua ngadalë nga obori, ndërsa kamera ndoqi në çdo hap. Në fytyrën e saj lexoi qartë se diçka ishte thyer. Mbrëmja ra me një heshtje të pazakontë në shtëpi. Për herë të parë, marrëdhënia e tyre nuk dukej më si një histori e fortë drejt finales, por si një pikpyetje e madhe. Dhe jashtë publiku po priste shpërthimin e radhës.